$1.000 java, Mashallah. $2.000 banesa, $1.000 sigurimet, po do të me bo dhe punën e dytë. Na si na hap shumë me bo kapital, një shtëpi tonën e kena, makinat i kena krejt me familje, po shtëpinë që e komplet $600.000. Çmimet nuk kanë shku këtu larg, kanë shku jashtë edhe më larg, ai që shkon me berzën e ndërkombëtare, nuk shka vetëm këtu. Peni që rryma u shtrajtu 15-16% këtu. Po të na u shtrajtu 40%. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë. Mirë, faleminderit. Ka i për avjen? Për New Jersey të Amerikës. New Jersey, aty që e kam unë qytetin e ëndrrave, që më pëlqen shumë. Jersey, Që shon New Jersey? Mirë është borë ka ra që një 2-3 ditë. Pak borë, jo shumë. A është vend që mundet njeri me gjithë detin rahat me jetu i lumtur? Po çdo kënd, si të bën veni për vetit bën. Unë kum jetu në Prishtinë, shumë mirë, po ikum atje shkum. Ka bo veni për vetit, tash kom marrë në vizit pak. Që sa vite jeton atje? I luftës që 25 vjet. Po. Je me familje atje? Po, me gru, me fëmijë, krejt, jena në rregull. Është jeta shtrajt, New Jersey. Sot di që kogja shumë është. Po tash, edhe të ardhënat jenë më të mira se këtu, edhe jeta më e shtrejt, kuptohet. Unë e di që rrugat ju i vjen çdo javë, apo? Na i morëm çdo 2 javë. Çdo 2 javë. Djali me çdo javë, gjithçysh varet prej kompanisë ku punon. Sa është rrugë mesatori për ata që se din për shembull, New Jersey? $1.000 java, Mashallah. $2.000 banesa, $1.000 sigurimet, po do të me bo dhe punën e dytë. A ka dikur atë më thoni bën, ja? Pa duhet, dikush po, dikush jo, duhet. Atë që me jetu comfortable, do të me pas 2 punë. Është letë me por në Amerikë. Do të punë shumë. Punë do. A ke po kapital të mirë? Na si na hap shumë me bo kapital, një shtëpi tonën e kena, makinat i kena krejt me familje, qaq. Do të thotë investor shumë. Ja. Ti për shembull investim më të madh që ke bo? Jetën tonë? Po shpinë që e komplet $600.000. Një Jersey është jamja personal. E tash është 1.200.000. Se e komplet që 10 vjetë. Mas shumë ti. E tjera të investoj këtu në Prishtinë, Kosovë, kam shpinë këtu në Vranjevc, të kodra e Trimave. Edhe këtu e rregulloj këtu çështë. Pas ke dal pak, e pas ke kry këtë misionin e punës. Po, shijoni jetën. super, shumë mirë. Jena ardhë me grue, me qike dhe me mes. Dhe me 26 jena këtu. Mirë bolë. A po shiraj ndryshim Kosovë? Shumë. Çka po shë? Vret çmimeve këto që Çmimet kanë shku shumë lart. Çmimet nuk kanë shku këtu larg, kanë shku jashtë edhe më larg, ai që shkon me berzën e ndërkombëtare, nuk shka vetëm këtu. Peni që rryma u shtrajtu 15-16% këtu. E përballu shumë është? Po të na u shtrajtu 40%. S'ki, qashtu shkon, nuk mundet kërkush me ta rregullu ma keqa ma mirë, që është qashtu shkon. Po, ama me standardin tonë ishtë i papërballueshëm. Po, më qartë. Zdi. A më ka drejtë. A kështë jetër në Kosovë? Po, me qef. Po tash vi edhe një vjet, 2, këtu jetaj. Do me lëshojnë New Jersey, na? Po, valla, gjithçysh. Ska me vend tonën, një vend ku flet shqip, han shqip, frym shqip, pen shqip, flet shqip me ty, s'ka të pagun. Me jetën Kosovë nuk i kërkun botë. Që këqyri kafet plet i ki. Ta tje në Amerikë s'ka kështu. Punë gjumë, kry. Me në gjasor, në punë, mromje, në punë, gjumë, në njerë, s'ka. Qështu shkan atje? Sa të më bëjë që kjo rutina që e kemë në njëtë këtu? Pjesë më pëngë, po këtu është super e mirë. Kanë pare këtu, unë gjithë e për një makjata, një kafe, €1, €2, €3, jetën. Të na s'ka, nuk kem kona në këtu punë me i bo. Du të më që me nga me punu, që të kemi pagu e shpenzimet e senet e... Po të një mesazh në fund? Ke këna që intervist. E kom prit këtë intervist për të një mesazh që gjithë atyre që jetojnë diasporë, edhe këta këtu që janë. Një mesazh. Po që në diasporë jetojmë, po na jena para teje, para këtina këto. Unë e kom lindë në Prishtinë, jem rritë në Prishtinë. S'mojnë me konë për shambull i huj,
Se dikur po ti je i huj, po çfarë i huj më rë, po kur jam konë në Prishtinë të s'ke di çka o Prishtina nashta. Po diaspora, s'kam, i lumt, halal ju koft. Pa diasporë edhe frym këtë s'mujnë me marrë mirë, se s'ka shtëpi në Kosovë që se ka dikan jashtë. O një ndihmë e madhe. Hiç kur gjë 100 euro, 200 euro, 300 mija, që është ballë. Një ndihmë e mirë është. Që kjo që thonë të huj, sa ju pengon nuk e? Atjena, për shembull, nëse në Amerikë nuk je i huj kurrë. Në Amerikë jenë sitë në Amerikë. Ti marrë nesër në Amerikë ti je i barabartë me mu se unë jam American citizen. Njëjtë jem. Nuk u zonë polici me të lyp ty dokument. E ka ndalume. Vetëm nëse bët diçka. A nëse je në rregull, s'ki për shembull të nalë ty, s'ka për shka me të nalë. Je në rregull krejt. Ato do bullizon herë, për thonë shqiptar që e? Ja, ato zbanë aty në Amerikë, ja. Kur hiq, ja. Se është e mirë. Përshëndes. Përshëndes, të uroj më të mira në jetë. Respekt, kalosh mirë.